Stina e dimrit shton edhe viroza tek fëmijët, ndërsa mjekët këshillojnë prindrit se si duhet të veprojnë kur shfaqen simptomat dhe kur është e nevojshme të paraqiten në urgjencën spitalore. Mjeku pediatër Dr. Albert Lama ndan disa këshilla praktike për prindrit se si duhet të veprojnë në këto raste. Sipas tij, fëmia që paraqet një rëndesë shëndetësore normal që duhet të paraqitet në urgjencë të marrë një asistencë në kohën e dur dhe sa më shpejt. Aktualisht në sezonin ku jemi, problemet më të shpeshta janë problemet e infeksioneve virale që prekin kryesisht traktin respirator ose të frymarrës, që manifestimet janë me koll, temperaturë dhe më pas variojnë në varësi të gjendjes, mund të kemi edhe me marrje frymë ose situata më të rënda të cilat shtohen në spital. Përveç temperaturës me frisone që quhet mjekësore ose me ethe në termin popullor, dhe që temperatura katapulton në mënyrë të menjëhershme me të dridhura me ndjesi ftohtë dhe shkon mbi 39 gradë dhe po afro. Atëherë ky është një rast që kërkon një asistencë spitalore të përkohshme në urgjencë ose në varësi të gjendjes, po më tutje e vlerëson mjeku që viziton. Fëmijë që paraqet një rëndesë shëndetësore normal duhet të paraqitet në urgjencë për të marrë një asistencë në kohën e dur dhe sa më shpejt. Mjekim pa konsult mjeku në mënyrë absolute nuk duhet të niset. Të vetme gjërat të cilat në kushte shtëpie pa konsult mjeku derisa të shkojë në konsult mjeku prindi mund të bëjë janë antipiretikat. Domethënë të japi një paracetamol ose një ibuprofen kur mosha e lejon, për sa i përket temperaturës mbi 38 dhe më pas të paraqitet tek mjeku. Por të konceptojë fillim trajtimi apo recetë pa konsult mjeku, kjo nuk është diçka që hyn në anën profesionale. Mjekët rekomandojnë se mënyra më e mirë për të parandaluar gripin është ruajtja e një higjiene të mirë personale dhe shmangja e vendeve shumë të populluara. Për fëmijët me imunitet të dobët ose që vuajnë nga ndonjë sëmundje tjetër, vaksina kundër gripit është e domosdoshme.